të qartë. Ju jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe së bashku ne veprojmë si një. Kjo nuk që të afrohemi në Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë vetëm për politikat, por ka të bëjë edhe për një biznes të zgjuar dhe këtë do ta diskutojmë sot në konferencën e investimeve më vonë sot. Dhe në të vërtetë, 2 vjet më parë ne lançuam planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe parimi i këtij është mjaft i qartë. Ekonomia juaj ka fituar akses në tregun tonë të përbashkët dhe në investime të reja të BE-s. Dhe në këmbim ju zbatoni reforma kyçe. Dhe kjo është se si ne marrim një situatë shumë të mirë në Ballkanin Perëndimor dhe në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Pra, dyart e sektorit të tregut të vetëm janë të hapura kompanive tuaja, por edhe për kompanitë tona, sepse kemi një treg të tërë të gjerë të përbashkët. Pra është një situatë win-win. Dhe plani i rritjes në fakt potenciali i tij ka potencialin që të dyfishojë ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë dekadë. Ne shikojmë që tashmë ka filluar të japi rezultatet e saj, dua të jap 3 shembuj koncize. Shembulli i parë që ju keni bërë një progres shumë të fortë në reformat kyçe. Në sajt të kësaj unë jam shumë e kënaqur që të them dhënien e 100 milion eurove dhe tani kemi për ta zbatuar këtë plan dhe tani që jemi në rrugën e duhur, kjo është rruga për që Shqipëria të aksesojë të gjithë fondin në bazë të planit të rritjes. Ka rreth 1 miliard euro, afërsisht 1 miliard euro. E dyti është në fakt fusha e pagesave të euros së vetme dhe më kujtohet 2 vite më parë kur ne folëm që Shqipëria do të bëhej pjesë e SEP, sistemit të pagesave. Në atë kohë, kjo dukej si në fakt një projekt mjaft ambicioz dhe mjaft sfidues, por 2 vite më parë ju e realizuat atë, bë që të ndodhi ky veprim, që prej vitit të javës së kaluar transferimet e parave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian janë shumë më të sigurta dhe shumë më të lira. Pra kjo është një avantazh shumë i madh për qytetarët dhe kompanitë. Shembullimi i tretë është roaming. Në 2023 këtu në Tiranë ne arritëm një marrëveshje me shumë të rëndësishme me operatorët. Juve ju kujtohet kjo, vitin që do të vi, ne do të heqim të gjitha tarifat e roamit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo është shumë e mirë për bizneset, është shumë e mirë për turizmin dhe veçanërisht është e mirë që t'i sjellim popujt tanë dhe njerëzit tanë së bashku. I dashur Edi, zoti kryeministër, mesazhi im i fundit është ky. Ndofta është rasti më i fortë për zgjerimin, nuk është çështja ekonomike apo çështja gjeopolitike, por janë njerëzit. Shqipëria do që e do Europën dhe një studim i kohës së fundit ka treguar që edhe në qoftë se do të bëhej një referendum sot, 90% të shqiptarëve do të votonin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe përmes gjithë kontinentit, europianët e rinj, të gjithë janë me ne dhe me ju, dhe 2/3 e atyre që janë në moshë nga 15 deri në 40 vjet mbështesin zgjerimin. Dhe kjo është në fakt sinjali më i qartë i të gjithave. Gjenerata jone e re do të jetojë në një Europë, në një Bashkim Evropian të fortë, të sigurt dhe të bashkuar. Pra i dashur Edi, të uroj çdo sukses që ju të vazhdoni në rrugën tuaj për antarësimin në Bashkimin Evropian, edhe unë do t'ju mbështes në çdo hap në rrugën tuaj. Faleminderit shumë.